E vërteta ka sprova, e vërteta ka akuza, e vërteta ka sharje dhe ka ofendime. Por ne duhet themi La ilaha illallah, thumma istaqim. Pastaj bëhemi të qëndrueshëm. Vallahi nuk na prishin ne punë fjalët e njerëzve fare. Se s'falesh, më tall filani, s'du me m'pa ai në xhami. Po filani nuk do t'japi llogari për ty. Ti do japsh llogari për vete. Nuk falen se më tall shoku, po shoku nesër i prishet interesi dhe të lën. Po ti me Zotin. Si shtregohet një ngjarje, 5 shok duke udhëtuar me makinë ndodh aksidenti. Në shpërnime të ndryshme, njëri prej tyre vdes dhe Allahu e din gjendjen e tij. 4 tjerë pendohen dhe përmirësohen. Kjo është gjendja, sot je nesër si je. Pse s'mbulohesh ti motër muslimane? M'tallin shoqet, m'tall burri, m'tall familja, m'tall komshiu. Po kush do japi llogari para Zotit për mbulesën tënde? Që në momentin që femra apo vajza futet në moshën e pubertetit, në kohën e sot me 12-13 vjeç e ka haram me dalë nga shtëpia pa mbulesë. Dhe çdo çast që e shikojnë burrat e huaj, ajo merr gjuna. Ajo merr gjuna për çdo shikim që ja bëjnë asaj burrat e huaj. Ndërsa sot tek ne është bë normale me dalë pa shami. Mos flasim pastaj për zhveshjet e ndryshme ekstreme.